Spaku vetë është I ligjshëm. Në konceptim, pse u krijua, si u krijua? U krijua me baza demokratike, me baza të barazisë demokratike. Po në themel, nuk ka mundësi të ekzistojë SPAK jashtë sistemit ekonomiko-shoqëror. Për mendimin tim, pastaj se thash, se është imagjinuar që të krijojmë një sistem drejtësie që të respektoj barazinë. Barazia respektohet edhe në socializm, edhe në kapitalizm. Po cila barazi? Ajo barazi që shigje ligji, brenda kufive të ligji, që ligji thot, dënohet nga 5 deri 25. Nga 5 deri 25 ke mundësi të bësh drejtësi. T'japsh 10, t'japsh 15, t'japsh 20, edhe t'japsh dhe 25. Kështu që këto gjëra, personalisht kam mendimin se në asnjë mënyrë nuk duhet marrë të shkëputur sistemi I drejtësisë sot nga sistemi ekonomiko-shoqëror. Sistemi ekonomiko-shoqëror është në themel të sistemit të drejtësisë.